تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أجت لفدية تكون بتم الله صلوات والسلامات qofshin për të dërguarin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për shokët e tij dhe familjen e tij, pra për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij në përgjithësi, dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej vazhdojmë në suazat këtij seminari në xhamin Ashabus Sunne në Zürich të Zvicrës, me këshillën që na ka dërguar shehu joni i dashur dhe i nderuar Sheikh Arafat ibn Hasan al-Muhammadi, pas kontaktit me vëllain ton të nderuar Hoxhën Alban Aliu Abdulrahman al-Albani, dhe do ta përkthejmë inshallah bashkërisht dhe do ta dëgjojmë dhe do ta përkthejmë bashkë. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه كليمة لإخواننا طلبة العلم في دورتهم العلمية في بلاد سويسرا. Thot Sheikhu hafidhahullah, pas hamdit dhe salavateve, thot kjo është një fjalë shkurt, këshill e shkurt për vëllezërit tan, nxënës të diturisë, ata që kanë ardhur të mësojnë dituri, në këtë seminar që mbahet në Zvicër. وهذه الدورة العلمية التي يقوم عليها طلبة العلم المشايخ والأساتذة. Në këtë seminar për mësimin e diturive, të cilën e mbajnë, domethënë, nxënësia dhe shuyukh dhe mësuesa, domethënë ustadha. وهم جمال يعقوبي وإخوانه شعبان وسمير وقمر وعبد الرحمن الألباني. Pra me këta emra që i përmendi, do thot këta vëllezër prej nxënësve dijes dhe hoxhallarëve. نسأل الله أن ينفع بهم وأن يبارك في جهودهم وأن يجمع كلمتهم على الحق. Dhe lutim Allahun që ti bekoj ata dhe ti begatoj ata dhe t'u japë sukses në kontributet dhe mundin e tyre, dhe lutim Allahun që ti bashkoj të gjithë ata në hak. ولهذا وصف الله المؤمنين بأنهم رحماء بينهم، ووصف الله سبحانه وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام بأنه رؤوف رحيم. Allahu i lartësuar i ka përshkruar besimtarët se janë të mëshirshëm me njëri tjetrin, edhe gjithashtu e ka përshkruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se është i butë dhe i mëshirshëm. وأمرنا الله جل في علاه أن نتعاون على البر والتقوى وأن نتعاون على الخير وجمع الكلمة وأن نسعى السعي الشديد في جمع كلمة أهل الحق وفي اتفاقهم ونحذر أشد الحذر من التفرق ومن Dhe Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar që të bashkëpunojmë dhe të ndihmojmë njëri tjetrin për në hak dhe për bamirësi dhe takwa, dhe na ka ndaluar Allahu dhe na ka paralajmëruar që mos përçahemi, domethënë duke na nxitur që tjetë bashkimi në hak. التمزق. الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Na ka ndaluar nga përçarja dhe coftimi, dhe ka thënë Allahu i lartësuar, mos u ndihmoni me njëri tjetrin për bërjen e mëkateve dhe për armiqësi. الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن عن ثمرات الاجتماع على الحق، وذكر أن التفرق والاختلاف من أسباب دخول النار. Allahu na ka treguar për frytet që i jep bashkimi, dhe na ka treguar se, domethënë, për frytet e mira dhe rezultatet e mira që i jep bashkimi, dhe na ka treguar se përçarja është një prej shkaqeve të hyrjes në xhehenem.
وأن الحرص على الاجتماع على السنة لا شك أنه من أسباب دخول الجنة. Dhe gjithashtu kujdesi dhe këmbgulja për bashkim në rrugën e sunetit, padyshim se është shkak për hyrjen në xhennet. وحذرنا من التحاسد والتباغض والتدابر وأمرنا أن نكون عباد الله إخوانا. Dhe na ka ndaluar Allahu që të kemi zili ndaj njëri tjetrit, që të kemi urrëtie për njëri tjetrin, të largohemi njëri tjetrit, t'ia kthejmë shpinën. Dhe na ka urdhëruar, siç ka ardhur në hadith, domethënë bëhuni vëllezër, domethënë bëhuni robërt Allahut vëllezër. قال وكونوا عباد الله إخوانا. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë bëhuni robërt Allahut vëllezër. فالمسلم لا يخذل أخاه ولا يكذبه ولا يظلمه فالدين النصيحة. Muslimani nuk e zgënjen vllajën e vet, nuk e përgënjeshtron, nuk e dorëzon, pra siç është përmendur në hadith. Dhe gjithashtu është përmendur se feja është këshill dhe cilëtërsi. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن لا يؤمن حق الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar dhe na ka mësuar se besimtari nuk është besimtar me të vërtetë, nuk e ka imanin e plot deri atëherë kur t'ia doj vllajt vet atë mirë që ja do vetes së tij. لا يؤذي جاره لا يؤذي إخوانه يكون داعية للمحبة والألفة والعدل وهذه لا شك أنها من علامات الإخلاص. Pra muslimani nuk e dëmton fëqinjin, komshin e vet, nuk i bën keq, nuk i dëmton vëllezërit e vet besimtar, dhe padyshim se thirrja për dashuri, afërsi, për bashkim është shenjë se robi është i sinqert, se është, domethënë, i përkushtuar me të vërtetë me pastërtinë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. فالمخلص الصادق هذه من صفاته وهذه من علاماته. Domethënë, besimtari i përkushtuar, i pastër dhe i sinqert, i ka këto shenja dhe këto cilësi që thret për bashkim dhe afrim. وكذلك يكون متشبها برسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكون على رحمة ويكون على يسر وألا ينتقم لنفسه إلا إذا انتهكت حرمات الله. Dhe gjithashtu muslimani duhet të mundohet të i përngjajë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç e ka përshkruar Allahu se ka qenë i butë, i mëshirshëm, gjithashtu siç ka ardhur në hadithe se ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka lehtësuar gjithmonë, do thotë ka bërë lehtësim përveç ku është ndaluar, nuk është hakmar për veten e tij asnjëherë, përveç nëse janë shkelur ligjet e Allahut. وكان يأخذ بالأيسر ما لم يكن إثما. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo herë ka zgjedhur më të lehten, nëse ajo më e lehta nuk ka qenë mëkat. Pra, kështu duhet besimtari i përngjaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. لهذا الله يقول في القرآن فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Dhe për këtë shkak ka thënë Allahu subhanahu wa taala, për shkak të mëshirës së Allahut ti ishe i butë ndaj tyre. Domethënë, për shkak se Allahu të ka dhuruar mëshirë, ti ishe i butë ndaj besimtarve, dhe nëse kishe qenë i vrazhd dhe i ashpër, ata do të largoheshin prej teje, do të largoheshin larg prej teje. Prandaj falua atyre, domethënë rrëshqitjet nëse bëjnë besimtarët, dhe kërko falje për ta tek Allahu, bën istighfar për ta, dhe konsultohu me ta për çështjet. Domethënë merre konsultimin e tyre, domethënë deri në fund të ajetit. فيا دعاة الحق ويا أهل البصيرة اجمعوا كلمتكم على الحق واجتمعوا وكونوا رحماء فنحن في آخر الزمان كثرت الفتن. Dhe prandaj thot shehu, o thirrës të hakut, o ju që thrisni në të vërtetën, bëhuni bashkues edhe bashkohuni në të vërtetën, bëhuni të mëshirshëm
me njëri tjetrin, sepse jemi në kohën e fundit, në kohën e fitneve. واشتدت الغربة اصطفى أهل الباطل من أهل الضلال من Këtu në këtë kohë, do të thonë, janë shtuar fitnet dhe është shtuar vetmia e njerëzve të hakut, do të thonë janë si ngurbet në vendin e tyre. Dhe të gjithë njerëzit e batilit janë rreshtuar bashkarisht kundër hakut. من العلمانيين والملاحدة ومن الصوفيين والروافض اصطفوا في ضرب أهل السنة وفي تفريق جمعهم. Të gjithë, do të thonë, sekularistët, ateistët, shijat, rafidit, edhe njerëzit e batilit dhe bidateve, të gjithë janë rreshtuar bashkarisht për të sulmuar njerëzit e hakut dhe për ta përçarë rreshtin e tyre. نحن في أوقات المحن وفي أوقات الفتن الشديدة فلا يمكن أن يقوم هذا الدين إلا إذا أصلحنا أنفسنا أولا. Ne jemi në kohë të sprovave dhe të vështirësive të mëdha, prandaj nuk ka mundësi që që të ketë sukses thirrja jonë përveç pasi ta përmirësoj fillimisht veten tonë. واجتمعنا وكنا على قدر هذه المسؤولية. Edhe t'ja japim hakun kësaj përgjegjësie të madhe. فالله سبحانه وتعالى سينصر عباده. Se Allahu i lartësuar pa dyshim do t'i ndihmoj robërit e tij. لكن لا بد من هذه الأسباب. Mirpo ne patjetër duhet t'i bëjmë shkaqet. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Allahu ka thënë, Allahu do ta ndihmoj atë që e ndihmon, do të thënë, fenë e Allahut, dhe Allahu është i fuqishëm dhe i gjithëpushtetshëm. وقال جل في علاه كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. Dhe ka thënë gjithashtu Allahu i lartësuar, Allahu e ka shkruar, do të ngavnjej unë dhe të dërguarit e mi. Allahu është i fuqishëm dhe i gjithëpushtetshëm. فإذا كنا نعرف أننا في أوقات المحن والفتن الشديدة فنحتاج إلى أن نتعاون وأن Do të thënë, kur ta dim ne se jemi në kohën e fitneve të rënda dhe të fuqishme, atëherë e kemi pra obligim që ta ndihmojmë njëri tjetrin dhe të bashkohemi. نجتمع ونسير على طريقة العلماء العالمين بالله سبحانه وتعالى. Edhe të ecim në rrugën e dietarëve, dietarët të cilët e njohin Allahun subhanahu wa ta'ala dhe që punojnë عاملين بكتابه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. Sipas librit të Allahut dhe sunetit të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. عرفوا الحق وعملوا به عرفوا الباطل وسبيل المجرمين فحذروا منه واستبانوا فكانوا أنفع الناس للخلق. Këta dietar që e njohin Allahun, domethënë që ne duhet të ecim në rrugën e tyre, ata e kanë ditur të vërtetën dhe kanë thirrur për të vërtetën dhe e kanë njohur gjithashtu batilin dhe kanë paralajmëruar kundër batilit, e kanë njohur rrugën e kriminalëve, mujriminëve dhe kanë paralajmëruar kundër tyre. حذروا من طرق الظلام ومن الظلم ومن الباطل ومن الشرك ومن الكفر ومن كل السبل التي توصل إلى الهلاك. Dhe këta dietar kanë paralajmëruar kundër batilit, kundër shirkut, kufrit, kundër të gjitha rrugëve që e çojnë njeriu ose shoqërinë në shkatrim. فلا تكونوا هذه النصيحة وهي إن شاء الله نصيحة عظيمة لي أنا أولا ولإخواني وهي نصيحة بالسعي في تأليف القلوب. Dhe thot, ja jap një këshill që shpresoj të jetë këshill madhështore për mua, që më bën dobi mua dhe gjithashtu vëllezërve të mi. Pra mundohuni për bashkimin dhe afrimin e njerëzve. واجتماع هذه القلوب والنهي عن التفرق. Dhe që zemrat të bashkohen, të pajtohen dhe të ndaloni përçarjen. لهذا قال عليه الصلاة والسلام للأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ansarve, a nuk erdha unë te ju dhe ju gjeta
të devijuar dhe Allahu ju udhëzoi përmes meje, dhe ju gjeta të përçar dhe Allahu ju bashkoi përmes meje. إذن هي نعمة أن يكون أهل الحق من أعظم أسباب اجتماع أهل الحق فكان النبي عليه الصلاة والسلام. Do thot, pra kjo është dhunti që të jenë të bashkuar, prandaj njerëzit e hakut duhet të jenë shkaku më i madh për bashkimin dhe tubimin e njerëzve të hakut. والسلام يذكرهم بهذه النعمة وكنتم على شفا حفرة. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka përkujtuar ansart për këtë dhunti të madhe. Edhe gjithashtu këtë dhunti e ka përmendur Allahu subhanahu wa taala. من النار فأنقذكم منها. Ka thënë ju ishit buz greminës së zjarrit dhe Allahu ju shpëtoi prej saj. فكان أيضا إذا أرسل دعاة أو أرسل العلماء للدعوة يوصيهم بأن يبشروا ولا ينفروا. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur I dërgonte thirrësit dhe dietarët e sahabeve në vende të ndryshme për të thirrur në fenë e Allahut, I urdhëronte që të japin lajme të mira dhe të I përgëzojnë njerëzit dhe mos bëhen shkak që t'i largojnë njerëzit. وأن يعسروا ولا يعسروا وأن Edhe qëllimi është, domethënë, që I ka urdhëruar të lehtësojnë dhe mos u vështirësojnë njerëzve. يتطاوعوا لابد من التطاوع. Edhe gjithashtu kur ka dërguar më shumë se një thirrës, I ka urdhëruar që ta dëgjojnë njëri tjetrin, edhe të kenë marrëveshje mes veti, sepse patjetër thirrësit të dëgjohen edhe të pajtohen edhe të merren vesh mes veti. لابد أن نخفض الجناح لابد أن نصبر لابد أن نثني على إخواننا. Patjetër duhet të jemi modest, mos jemi domethënë me krye lartë ndaj vëllezërve tanë, po të jemi modest ndaj vëllezërve, patjetër të këshillojmë, edhe patjetër që ta pranojmë, domethënë njëri tjetrin, ta lëvdojmë njëri tjetrin. يكون فينا من الخلق الحسن والمحبة والتآلف لا تختلف. Duhet të kemi moral të lartë edhe dashuri mes veti. تختلف فتختلف قلوبكم. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe në drejtimin e rreshtave të namazit, mos u kundërshtoni sepse do t'ju kundërshtohen zemrat. Domethënë edhe rreshtin e namazit ta bëni një drejt që mos ketë kundërshtim mes antarëve të kësaj shoqërie sepse do të kundërshtohen edhe zemrat dhe do të përçahen. وكان الذين قبلنا من بني إسرائيل بسبب كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم هلكوا فكيف ستقوم لنا Edhe popujt e mëparshëm prej Benu Israilve, për shkak se kanë bërë shumë pyetje, I kanë kundërshtuar pejgamberët e tyre, edhe kanë pas përçarje, për këtë shkak janë shkatruar. دعوة وكيف سنجتمع ونحن متفرقون. Atëherë si do të fuqizohet thirrja jonë, si do të ketë sukses thirrja jonë, dhe si do të jemi ne të bashkuar kur kemi kundërshtime të vazhdueshme. وكيف ستقوم لنا دعوة وقد تكون القلوب مليئة بشيء من التشاحن أو التباغض أو. Domethënë si do të ngrihet kjo thirrje kur ne mes veti kemi urrëtie ose zili ndaj njëri tjetrit. والأشياء النفسية فاحذروا من هذا كله. Edhe çështje personale mes njëri tjetrit, prandaj ruhuni nga të gjitha këto. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Ka thënë Allahu, kapuni të gjithë për litarin e Allahut dhe mos u përçani. والاعتصام يكون بالكتاب والسنة. Pra bashkimi I vërtet është kapja pas librit Allahut dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. وبهدي السلف الذي Dhe rrugës së selefëve. سار عليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. Rrugën në të cilën kanë ecur Abu Bekri dhe Omeri radhiyallahu anhum. ولهذا لما قال ذلكم الرجل يا للأنصار وذلك قال يا للمهاجرين قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. Dhe kur ka ndodhur një mosmarrveshje mes dy sahabeve, njëri ka thënë, domethënë u ka bërë thirrje ensarve që të vinë ta ndihmojnë, tjetri u ka bërë thirrje muhaxhirëve ta ndihmojnë, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, a bani thirrje të xahilietit kur unë vazhdoj të jem në mesin tuaj. أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. Domethënë a vazhdoni me pretendimet e xahilietit kur unë jam në mesin tuaj. من المناصرة والمؤازرة. لماذا نضيع هذا الحق الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام وهي الحنيفية السمحة
بسبب بعض الأغراض أو بسبب ما في النفوس أو بسبب البحث عن زعامة أو مكانة أو ثناء. تعوذوا بالله من هذا. Si ta humbim këtë davet, si ta humbim këtë thirrje dhe këtë hak që e kemi, do thot patjetër se duhet ta ndihmojmë njëri tjetrin për të mirën, nuk lejohet ta humbim këtë davet, do të thënë për shkaqe personale, për shkaqe të zilis ose interesave, ose pse dikush do të jetë udhëheqës ose të dalë i pari, ose dikush do të thënë pasuri apo pozitë në dunja. Kërkoni mbrojtje tek Allahu nga të gjitha këto. Lutjuni Allahut që t'ju ruaj nga këto veti dhe këto morale të ulta. ذوقوا طعم الإيمان الذي أنزله الله على نبيه عليه الصلاة والسلام فإن من se ndryshe, do të thënë nuk mund të shijoni shijen edhe ëmbëlsinë e imanit. Pra shijojeni ëmbëlsinë e imanit, të cilën Allahu ja ka dërguar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. من ذاق طعم الإيمان رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام رسولا. Si shijohet ëmbëlsia dhe bukuria e imanit kur njeriu është i kënaqur që Allahun e ka Zot, që Islamin e ka fe dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam të dërguar dhe profet. فلا يبحث لا عن مكانة ولا زعامة ولا يبحث عن مال ولا عن منصب فلا Prandaj njeriu i sinqert, do të thonë, që do ta shijojë ëmbëlsinë e imanit, nuk kërkon udhëheqësi, do të që të jetë udhëheqës, nuk kërkon pasuri, nuk kërkon pozitë, do thotë ose të jetë i lëvduar apo famë të njerëzit. يحصل التشاحن والتباغض والاختلاف إلا ونحن فرطنا في الاجتماع. Thotë nëse ndodh urrëtie mes njerëzve të hakut, largim dhe përçarje, do të thonë është se ne nuk e kemi plotësu atë që kemi obligim, do të thonë thirrjen për bashkim. وفرطنا أيضا أن نحث أنفسنا على أن نكون على كلمة سواء. Edhe kemi lënë mangësi, nuk e kemi kry obligimin, do të thonë, që ta nxisim veten edhe njëri tjetrin që fjala, mendimi jon të jetë i njëjtë, i përbashkët. كيف سيتقدم أهل الحق وسيعلمون الناس وسيقيمون الدورات العلمية والدروس والخلاف بينهم والتباغض والتشاحن. Pra si do të thrasin njerëz të hakut, si do të japin mësim, si do të organizojnë seminare për ta përhapur këtë hak, nëse mes veti kanë urrëtie dhe zili dhe, domethënë, mosdurim mes njëri tjetrit. ولهذا تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر الله سبحانه وتعالى لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا من كان بينه وبين أخيه شحناء. يقول أنظروا هؤلاء أخروا هؤلاء حتى يصطلحا. Pra në hadith ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se dyert e xhenetit hapen çdo të hanë dhe çdo të enjte dhe i falen mëkatet secilit që nuk i bën shirk Allahut, përveç dy njerëzve që kanë urrëtie dhe ose hidrim, zemrim mes veti, edhe u thot Allahu, këta vonojni ose pritini këta derisa të pajtohen dhe të përmirësohen mes veti. وما حصل من بلاء بالأمة في أولها إلا بسبب خروج الخوارج فرقوا الأمة وأخر. Dhe pse ka ndodhur sprova dhe bela në këtë umet, ka ndodhur vetëm për shkak të asaj, domethënë kur kanë dalë xhavarixht, të cilët kanë sjell përçarje në umet dhe e kanë dobësu ecjen përpara të umetit. عن تقدمها وكفروا علماءها وولاة أمرها. Pra xhavarixht i kanë bërë qafira dietarë të umetit dhe pushtetarë të umetit. وقتلوا من قتلوا وسفكوا الدماء وانتهكوا الأعراض والأموال. Kanë vrarë njerëz të shumt, kanë derë gjak, i kanë shkatruar pasuritë, e kanë shkel nderin e muslimanëve. فحصل بلاء عظيم في الأمة وهم شر قتلى تحت أديم السماء. Edhe për shkak të tyre ka ndodhur bela dhe sprova të mëdha në umet, edhe ata ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se janë të vrarët më të këqij në kupën e qiellit. وكذلك أهل البدع عموما الذين أنشأوا هذه البدع فرقت المسلمين. Edhe në përgjithësi bidatxhit, çdo secili që ka shpik bidat në këtë umet, ka shkaktuar përçarje mes muslimanëve.
وشتتت شملهم وكل هذا يجب أن يكون معرفته بطلب العلم. Edhe e kanë përqa umetin, do të thënë bidatët dhe bidatxhit e kanë coptu umetin. Prandaj gjitha kjo njihet me kërkimin e diturisë. Do të thënë njihen shkaqet e përçarjes dhe njihen bidatët duke mësuar diturinë e fesë. طالب العلم هو الذي سيعرف هذه الأمور Edhe nxënësi i dijes është ai i cili do t'i njohë këto çështje. I di shkaqet e devijimit edhe fitnet kur paraqiten. يميزها ويفصلها Edhe diti dalloj dhe diti sqaroj. يحذر الناس Dhe diti paralajmëroj njerëzit. كيف كان السلف يحذرون من البدعة ومن أهل البدع بشدة لأنهم عرفوا أن هذه من أسباب تشتت الأمة وتفرقها. Edhe shikoni si selefët kanë paralajmëru kundër njerëzve të bidatit, edhe kundër bidateve kanë paralajmëru me paralajmërime të fuqishme, sepse e kanë ditur që këto janë shkak për përçarjen dhe dobësimin dhe coptimin e umetit. وهذا لا يعرفه إلا أهل الحق بينما أهل التخذيل تجدهم يقولون أنتم ما تركتم المسلمين في حالهم أنتم الذين فرقتم المسلمين. Dhe këtë realitet e njohin njerëz të hakut, do të thonë që kanë diturinë e saktë. Kurse ata zhgënjyësit tradhtarët thonë ju nuk lat njeri pa kritikuar, ju nuk lat njeri, do të thonë pa fol kundër tij edhe i përçani muslimanët. لا والله بل أهل السنة هم أهل الحق وهم أهل الاجتماع. Thot nuk është ashtu, pasha Allahun, njerëzit e sunetit janë pasuesit e hakut dhe janë thirrësit e لكن تكلموا في أهل الضلال وأهل الباطل لأن هؤلاء هم الذين فرقوا المسلمين حقيقة وطعنوا في دين الله. Dhe njerëzit e hakut, njerëzit e sunetit kanë folë kundër bidatxhive për shkak se ata janë që kanë përçarë umetin edhe e kanë dëmtuar fenë e Allahut. جميع المفاسد إنما جاءت منهم فلا يجتمع شمل الدين إلا بترك البدع. Dhe të gjitha dëmtimet në këtë umet kanë ardhur për shkak të shpikjes së bidateve. Dhe nuk ka mundësi që të bashkohet umeti ndryshe përveç se duke i braktisur dhe duke i lënë bidatet. ولا تكون العزة والتمكين إلا بترك هذه الأهواء Edhe nuk ka mundësi të ndodh krenaria dhe fuqia dhe ngritja e pozitës së këtij umeti përveç se me largimin, do të them, prej bidateve dhe epsheve. اجتماع على الكتاب والسنة. Edhe duke u bashkuar në Kur'an dhe Sunet. فلن ندخل الجنة حتى نؤمن والإيمان يكون على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. Edhe siç është në hadith, nuk mund të hyni në xhenet pa qenë besimtar, pa pas iman. Dhe imani është ashtu si ka ardhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë akida e saktë që i është shpallur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. ولا يكون التواد والتراحم والتعاطف إلا إذا كنا على منهج واحد. Edhe bashkimi, dashuria, solidariteti me njëri tjetrin nuk mund të arrihen përveç nëse kemi një menhexh, do të thonë menhexhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. فالأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. Sepse, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shpirtat janë si ushtri të rekrutuara. Ato që njihen mes veti bashkohen, edhe ato që nuk njihen largohen. Do të thonë ato që nuk kanë rrugë të njëjtë, edhe nuk kanë menhexh të njëjtë ose akide të njëjtë, largohen edhe përçahen. ونصيحتي الأخيرة لطلبة العلم وللسلفيين أن Këshilla ime e fundit për nxënësit e dijes dhe për selefit në përgjithësi është لا يؤذوا إخوانهم بكلام سيء mos i shqetësoni vëllezërit tuaj me fjalë të këqija أو بتتبع العورات ose me spionim, ndjekje të fshehtësive dhe sekreteve. فإن النبي عليه الصلاة والسلام نصح الذين آمنوا بألسنتهم ألا يؤذوا إخوانهم. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka këshilluar ata që siç ka thënë në hadith, o ju që keni besuar me gojet tuaja. Do të thonë që thoni se jeni besimtar dhe nuk ju ka hyrë imani në zemër. Mos i shqetësoni vëllezërit tuaj musliman. ولا يتتبعوا عوراتهم. Mos i ndiqni sekretet e tyre, do të thonë mos i hulumtoni sekretet e tyre. لأن الذي يتتبع عورة أخيه سيفضحه الله.
sepse gjithashtu në hadith vazhdon, ai që i hulumton sekretet e vllajt tij, Allahu do ta demaskojë atë, do ta zbulojë, edhe nëse është në brendësinë e shtëpisë së tij. Fahdhar min lisanik. Wahdhar ruje gjuhën, edhe ruhu prej dëmeve që mund t'i shkaktoj gjuha. min ath-tharthara ya ayyuha as-salafi. Edhe largohu prej thashëthemeve ose vetëm fjalë, zhurmë, o selefi. Wahdhar min kathrati al-kalam. Fala Do të thënë largohu prej fjalëve të shumta. taqul bi lisanika illa khayran. Mos fol me gojën tënde asgjë përveç se hajër. Allim al-jahil warfuq bi ikhwanik. Mësoje ignorantin, atë që nuk di, jepi mësim, bëhu i butë me vëllezërit e tu. Wa aqil dhawi al-hayat atharatihim. Edhe siç është gjithashtu në hadith, anashkaloni ose ignoroni rëshqitjet e atyre që janë njerëz me vlerë dhe me pozitë. Domethënë dikush që ka vlerë, pozitë, në dituri, në thirrje, në bamirësi, domethënë ka patjetër se do të ketë rëshqitje, edhe ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që mos merret çdo imtësi te rëshqitjet e këtyre njerëzve që kanë domethënë që dallojnë në vlerën e tyre. Wa iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdhab al-hadith. Edhe në hadith tjetër, pra ruhuni prej hamendjes, sepse hamendja është fjala më e pavërtetë, më e rrënjshme. Wa iyyakum min at-tahassus wat-tajassus. Edhe largohuni prej spionimit, hulumtimit, domethënë të sekreteve. فما بلغ العلماء هذا المبلغ من الفضل والصلاح إلا لأنهم كانوا يعرفون ماذا يقولون. Edhe dietarët nuk e kanë arritur këtë, domethënë këtë shkallë të mirësisë dhe vlerës, përveç se ata e kanë ditur se çka duhet të flasin. ومتى يتكلمون ومتى يسكتون. Edhe din kur duhet të flasin dhe kur duhet të heshtin. وعرفوا أيضا لطلاب العلم عندكم والمشايخ قدرهم. Edhe gjithashtu dijani vlerën e nxënësve të dijes që i keni tek ju, edhe hoxhallarëve ose shijuhve që i keni. فهم بذلوا أوقاتهم ورحلوا إلى هذه البلد لتعلم. Edhe ata e harxojnë kohën e tyre dhe udhtojnë deri te vendi juaj që تعليمكم وهذا يحتاج إلى جهد وإلى وقت وإلى مال. edhe kjo kërkon mund, domethënë të jepet mund, të harxohet kohë, të harxohet pasuri. أسأل الله البركة في هذا الخير. Edhe lutim Allahun që ta bekojë këtë hajër, këtë mirësi. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بالجهود. Edhe lutim Allahun që t'i bëj këto përpjekje dhe kontribute t'i bëj të dobishme. أسأله جل في علاه أن يجمع كلمة أهل الحق. Lutim Allahun të lartësuar që ta bashkoj fjalën e njerëzve të hakut. وبهذا نكتفي وصلى الله على محمد وعلى آله. Edhe mjaftojmë me këtë dhe salavat dhe selame dërgojmë për Muhamedin, عليه وصحبه. familjen dhe shokët e tij. Allahu a'lam. Allahu e shpërbleft shejkhun dhe e shpërbleft të gjithë të pranishmit me shpërblimet më të mira. Wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad.